Një grup kriminal që trafikonte armë zjarri dhe merrej me kultivimin dhe shitjen e lëndëve narkotike është goditur në Fier nga policia vendore në bashkëpunim me prokurorinë në kuadër të operacionit procedimi. Në pranga kanë rënë 4 persona me precedent penal dhe rrezikshmëri shoqërore. Të arrestuarit vepronin si organizatorët e grupit, ndërsa siguronin armët dhe gjetjen e klientëve. Në banesën e njëri prej shtetazëve u gjete një pistolet të cilën tentoi ta ikte nga dritarja në momentin e ndërhyrjes së policisë. Në kuadër të operacionit u sekuestruan 6 armë zjarri dhe gjahu, 4.000 fidan kanabisi, 5.000 fara kanabisi, qindra fishek të kalibrave të ndryshëm, radio dhe uniforma policie. Nga hetimet rezultoi se këta persona kryenin trafikun e armëve dhe municioneve, si dhe mbanin armë zjarri për qëllime kriminale. Aktivitetin e kryenin në disa qytete, si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër dhe Kukës. Në disa raste armët i siguronin edhe nga Kosova dhe i fusnin ilegalisht përmes kufirit të gjelbër në pikën kufitare të Morinës. Nga hetimet u zbulua gjithashtu se grupi merrej edhe me kultivimin dhe shitjen e kanabisit. Gjatë operacionit u ushtruan kontrolle në 8 banesa, 2 ambiente të dyshuara për magazinimin e armëve dhe municionit luftarak, si dhe në 3 automjete.